Ajo gjë e cila pranon me dalë në ekzistencë dhe pranon mës me ekzistue, ekzistencën nuk e ka nga vetvetja. Çka fjalia është e fundit, el awwal. Domethën, fakti që ti ke pranu me ekzistu, ja ke dalë. Dhe s'ke dalë vet, çka do të thonë? Se dikush të ka krijuar. Nuk këtë shëtitje e banë në vezër, për me të ka du se ti vetë s'ke arë këtu. Ti vetë s'ke arë. Kush të ka pruhe? Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Tur, ajeti 35. Em khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Vezër, Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah thotë, këtë muhabet, çka muhabet vezër unë, çfarë ka kjo? 5 fjali. Sheikhul Islam Ibn Taymiyah ka shënë një libër 10 vëllime për këtë temë. Çka temë? Pafundshmëria, zinxhiri, dhamkria, po më dhamkria. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, e Kur'ani me surën Tur i ka dhënë fund me një fjali. Çka ka thënë Allahu xhelalu ala? Lexojmë surën Tur të shtëpia, pak më e qetësue në aspirim për këtë kokëdhimin që ka u shkaktuar. Surën Tur, surën 52 në Kur'an. Çka thot Allahu xhelalu ala? A janë krijuar pi kur gjohiqit? Kur gjohiqit kanë nxjertije. Mu kon kjo e sakt, shkoj janë do njerëz i vujnë që s'kanë evlad, thuj, po ty pse be ki të lashe, po pi kur gjohiqit mërë dhe evladit. Nxjerr janë ja. Apo dze për budallën më të madh që ekziston këtë ekzistencë. Thot Allahu xhelalu ala, em khuliqu min ghayri shay, kur gjohiqi ka nxjerr në krijesë, në gjallësë, ekzistencë. Em humul khaliqun, a mos e kanë kriju vetveten? A kena kriju vetveten? Ti ke dal në një mbulesë të vogël që të kanë bajt njerëzit, apo ke nis s'ke dit hiç. A moment ti kur i ke pas një muj, ku të kanë bajt? Ti 4 vjet kur i ke pas, 5 vjet se moment kur i ka. Ti ekzistenca jote vëzë me vite është enigm. Mbark se di çka ka ndodhur me ty. Si e ushije? Si e ushi 2 vitet e para? Si e ushi 2 vitet, vitin e 3, vitin e 4, vitin e 5? Po si ushqesh tash? Sash ti kur e ha bukën, çish bëhet ajo? E di ti? O nuk e di as doktori se ti. Apo andaj thot Allahu xhelalu ala, a vetë keni kriju veten? Pastaj çka thot? Am khalaqu s-samawati wal ard. Mos e keni kriju ju qiellin dhe tokën. A kena bë, për shembull, tash, kaloj këta. Na kena ardhur këtë ekzistencë. A kena bën hazër tokën? Hazër, sikur, a ke bati për shembull kur e rezervon restoranin? Unë vin 7 atje. A kena thonë atë tokës, banu hazër atje. Jo valla, dhe mu dridh s'kena shkam i bëhe. E shkun Allahu xhelalu. Na veç hik na çdina ku me shkuë. Hik me na don, hik me na kujtu hik valla. Shki ku me hik. Po ti hik pin ndërtesa tjetër. Sa njëre ka zon tërmeti, ka hik pish pjesë vetë ka zon. Ja, të tërmetin e fundit ka pas raste të tilla. Në Shqipëri që ndodhi, ka hik njëri pish pjesë vetë, ka dek të shtëpia huj. Nisoj. Apo pse? Po sun hik pi atina te bareke ve teala. Andaj thot Allahu xha, e keni kriju qiellin dhe tokën ju? Çka thot Allahu xha? Bella yuqinun. S'keni bindje. Shumë e thjeshtë kjo punë. Ti vetë s'ke dal, as kur gjohiqës të kanë nxjerr. E kush të kanë nxjerr? Allahu xhelalu. Pastaj thot Ibn Abil Izz al-Hanafi, thot Allahu xhelalu pra në tefsirin e këtij si shpjegimi i këtij ajetit, ahadathu min ghayri muhdithin am hum ahdathu anfusahum wa ma'lumun ash-shay' al-muhdath la yujidu nafsahu. Thot Ibn Abil Izz al-Hanafi, Allah më shëroft, thot kuptimi i këtij ajetit është a kanë dalë në ekzistencë vet apo nga asgjëja kanë dalë? Po ti vetë ke trus dikun me dal apo kur gjohiqit kanë nxjerr? Thot dhe është e njohur botërisht. Ma'lumun do më thonë këtë bota e di qështu. Është e njohur botërisht se ajo çka ka dalë me kohë vetën se kanë nxjerr. Kush e ka nxjerr? Është Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo është kuptimi i fjalës dhe emrit të Zotit te bareke ve teala, huwa al-awwalu wal-akhir. Ai është i pari pa fillim. Pse? Se krejt ekzistencat përfundojnë te ai. Nga këtë kena ka një sebeb. E Allahu s'ka sebeb. Ai ekziston dhe është el-hayy el-qayyum.